Si të duk vendosja ish ministrave dhe figurave të larta që Rama ka patur në qeveritë e tij në drejtim të komisioneve, nga Milva Ekonomit e Ekonomia, Ulsi Manja ke ligjet, Bledi Çuçi ke punët e brendshme mbrojtja, Anila Denaj ke bujësia, Blendi Klosi ke bujësia, Anila Denaj ke burimet natyrore, Igli Hasani ke komisioni jashtëm. Mendoj që ndryshe nga... Edhe Fatmir Xhafajn se harova te komisioni që tashmë është i përhershëm për mbikëqyrjen institucionale. Mendoj që ndryshe nga dy mandatet pararendëse të qeverisjes, nuk po them të parin, por i dyti dhe i treti, ka një qasje tjetër ndaj parlamentarizmit kryeministri. Shumë herë më të kujdesshme, që do të thotë, mendoj unë që këta janë parlamentarë që mbartin edhe përvojën afatgjatë të parlamentarizmin, kanë përvojën e tyre specifike në nivelet e ekzekutivit dhe në kabinetet qeverisëse, dhe nga ana tjetër janë më të njohur me realitetet eksplicite shqiptare, realitetet e posaçme shqiptare. Këtu kam parasysh grupet e interesit, mënyrën se si jepen efektet e ligjit në realitetin dhe në konjunkturat e biznesit, të realitetit tregtar, të ekonomik e financiar. Kështu që për herë të parë në këndvështrimin tim, duket që kryesimet e grupeve e komisioneve parlamentare nga shumica socialiste janë më të mirë menduara dhe krijojnë edhe një balancë politike në realitetin midis parlamentarizmit, partisë politike dhe qeverisë. Pak më parë me kolegun Ervin Koçi që mbulon parlamentin, e pyeta se cilat do të jenë komisionet me dyshet kryetar, nën kryetar, më interesantet, më të qetat apo ato më të debatueshmet, edhe nënvizuam dyshen Blendi Çuçi, Kleviz Balliu të punët e brendshme dhe e mbrojtja, ndërsa interesantet dy deputetët e Elbasanit, e Viskushi dhe Luciano Boçi, edhe pse Boçi është tani i Shkodrës, po të dy janë nga Elbasani te Komisioni për Edukimin, të qetë e quajtëm Komisionin e Ekonomisë me Milva Ekonomin dhe Eno Bozdon, të paktën edhe pse ka shumë rëndësi. Po mendoj në këtë mandat të legislativit ne shpesh do ta përmendim stilemën filmike i dashur armik, sepse çiftet e kryesimit të komisioneve parlamentare brenda antagonizmit partijak të tyre, në fakt kanë edhe tipologji të veçanta, qoftë për qasjes, por qoftë edhe të le themi të gjetjes së konsensusit. Kemi një lloj tradicionaliteti për komisionin e reformës zgjedhore, që është përsëri zoti për socialistët zoti Damian dhe ndoshta Bylyk Bashi sërish nga po edhe pse nuk është vendosur. S'është vendosur, por me sa duket kë. Pra, në këtë këndvështrim, ajo që mendoj unë, që mbetet në kurreshtje publike është nevoja që ka opozita për të kapitalizuar, jo vetëm qëndrimet, por kryesisht imponimet në mënyrën e një lloje të ndryshme politike nga ajo që është njohur sidomos në dy mandatet e mëhershme të legjislativit shqiptar. Pra, dy opsione duke sikur janë pothuajse të shmangura, nuk po them të evituara totalisht, po të shmangura, i bojkotit dhe i djegjes mandateve. Këto janë dy gjëra që besoj... Ata kanë vënë vine kuqe. Dhe për këtë besoj nuk ka nevojë që... Dhe nga ana tjetër, ajo që duhet lëvduar tek mënyra e deri tanishme shfaqjes, unë kam parasysh këtu edhe fjalë ligjërimet e sotme në parlament nga përfaqësuesit opozitar, konsensusi le themi pa kondicione, pa kushte, që jepet për procesin e integrimit. Dhe kjo është një gjë pozitive, mendoj unë, për realitetin integrues shqiptar dhe për strategjinë kombëtare për të qenë sa më parë në Evropë, sepse jemi para një realiteti dhe konteksti gjeopolitik shumë kritik. Por Komisionin Parlamentar për Integrimin e shkrim për 4 vitet të ardhshme dhe pse kemi prioritet dhe kemi synim mbylljen e kapitujve në 2027, antarësim brenda 2029-s, opozita u ankua për shkrirjen e komisionit që drejtonte zonja Tabaku. Në fakt, në kundër interpretimin që bëri zoti Balla, ishte një arsyetim tjetër, por unë besoj, dhe këtë e kam edhe si shqyrtesë të analizës time, që do të rritet, le të themi, refuzimi e opozitës për të gjetur një modus të midis dy palëve, sepse praktikisht çështja e përfaqësimit në Komisionin e Integrimit është një çështje politike për të dy palët. Partia Socialiste kërkon që ta administrojë suksesin vetjakisht dhe ta njohë gjithë, le të themi, aureolën apo kurorëzimin e këtij procesi për llogarit vetvetes. Por Partia Demokratike
duke qenë një forcë tradicionale, klasike dhe padyshim me kapitalet fuqishme të investimit politik në këto 35 vite në pushtet, në marrjen e statusit të vendit kandidat. Protagonizëm. I nevojitet ky protagonizëm në këtë kontekst dhe në funksionin efektual që ajo ka mbi opinionin publik dhe tek opinionin publik. Përpara se të shkojmë këtë qeveria, si e shikon Niko Peleshi në drejtim të parlamentit, me qetësinë e tij do mundet ti neutralizojë dhe ti mbajë situatat e tensionuara nën kontroll dhe krahasuar me Spiropalin? Mendoj që në hapësirën e publikut shqiptar asnjëherë nuk neglizhohen ato që quhen tipologjitë e krahinarizmit. Do të cilët si një korçar i cili e ruan atë që quhet atun qytetare,